nga ky pushtet që sot po largohet, i është ndalë uji i pishëm vetëm për faktin që nuk i ka siguruar mbështetje dhe vot Albin Kurtit. Në vazhdimsi është mundu që të krijoj polarizim e konfrontim me njerëz që kanë dhënë idealet, jetën, sakrificën për çet vend. Dhe sot vizioni jonë është që të kthehemi në mirëqenje, në stabilitet, e kemi një lider që është i matur, e ka një vizion dhe Zoti Hamza para se gjithash është njeri i parashikueshmërisë, është njeri që në kuvendin e Republikës Kosovës kur nuk ka pas polarizim. Unë e kujtoj visar në seancat e gjata kur votohej projekt buxheti i Republikës Kosovës e Zoti Hamza ishte ministër i financave, ka qenë njeriu që ka ardhur me diskutu me secilin deputet të kuvendit Kosovës për me mundësu një diskutim të shnurt brenda kuvendit dhe me i përfshi të gjithë. Edhe opozitën, edhe partitë e pushtetit, në mënyrë që të kemi një mirëkuptim toni. Sepse konflikti, polarizimi e kanë qush është një varfrim në largim prej atyre interesave që sot i kanë qytetarët e Kosovës, e tha me të drejtë Ariani. Saktohen vendet e punës sot me një mesazh telefonik në WhatsApp kush duhet të jetë drejtor diku. E kush duhet të jetë jo, nuk kanë qenë pranvera. Edhe përpara beson kanë shku me intervenime, nuk është shkoqë në mënyrë meritori janë vendosur. E kemi një njeri që nuk është i veshur me pushtet elektoral dhe që vendos kur duhet me unal rryma. A dini se po me fason ma tepër edhe për ju thojmë, se kemi prit, këta kanë thonë që këta nuk do t'i bojnë gabimet, kisha me thonë, ato që ka kanë bo pushtetet e kalume. Edhe këta konkretisht, gabimi më i madhi tyne është, do me thonë, ato që ka nuk mundë qytetari Kosovës mja u falë, plët njerës që i kanë përkrah, me qëtanë, qëto jetojmë, na e dim se shoqënia jonë, do me thonë, këtu silëm i Kosova në kërësha që madhe kanë pas shumë përkrahës, mirë, po ata kanë thonë që këta janë kjo shpresa për Kosovën që as kanë me vjetë, as kanë me pas korupcion, edhe kanë me qenë, do më thonë, gjdo gjë që kanë ndodhë në kalumën, këta kanë me bo ma mirë. Këta në të e bo edhe në dy fish ma keqë. Se që kanë ndodhë në kalumën, a më bashkë kanë ndodhë, nga gjitha partijë, jo vetëm nga për të kajapë, që edhe qëta për du me ta bo si pytje, po që kanë qëfë se nuk ndryshojnë numrat. Ju, qka do të bëni Blerta në qëfë se nuk ndryshojnë shumë numrat, do të ndryshojnë pak, dikush do të rritet, dikush do të bjenë, por si po shkon trendi, mundet përsëri, unë mendoj që do të bjenë pak vetëvendosje, po ku do të jetë, me kënd do të bashkëpunoni edhe me kënd jo, nga se ju këto janë subjektet politike, na nuk do të kemi mas 28 djetorit në subjekt të ri politik me cilin do të bashkëpunoni, me këto që janë këto. Pranver, ti sot i ki pensionist, na kemi pensionist, i kemi premton që janë pensionist, që detyrohen me shku në barnatore. Me pensionet e tyre tolta, prej 5 medikamenteve që ja u përcakton doktori, detyrohen të zgjedhin 1 ose 2. I ki kategoritë të tjera shoqënore, të cilat menzi e mbyllin muje. I ki mësust, i ki profesort, i ki një kategori që është truri i shtetit që po elshon Kosovën. Kosova është zbraz ma shumë se kur. Pse ka nik njerës prej këti veni? Pse po jetojnë ma mirë? Pse po qeveriset ma mirë? Pse qeveria është u menu për jetën e qytetarit Kosovës? Sot, Kosova është e boshatisur në fshat na kur shkojmë ishe roletat e mbyllura për njerëzve që kanë ikë prej këti veni. Konflikte, tensione, varfrim. Pra ndaj unë besojnë vizionin e Zotit Hamza, besojnë vizionin një njeriu që kur ju ka thonë para sa kohe, në kohën e Partisë Demokratike të Kosovës që do t'i rris rrogat janë rrit. Kur ka marrë vendim Partia Demokratike e Kosovës për ndërtimin e shtetit, autostradat, rrugët, shkollat, me çka matet sot pushteti i lëvizjes vetëvendosje? Cili është projekti i vetëm që për 5 vite ne muj me llogarit që ky pushtet me 48 deputet, me 48, me qeverinë e fundit, se në fund betën 48, pushteti 5 vjeqari ti, ambohet mend për një projekt vetëm të qytetarëve të Kosovës. Çka ka bo me veteranin, çka ka bo me ushtarin, me shtesat e policëve të Kosovës. Policët e Kosovës shtesën, djeta ku vani policë në trafik, shtesën e rrezikshmërisë e kanë të largune. Ti ke pas për herë të parë policë njësin specialit policisë Kosovës në ballafaqim në protest me qeverinë e Republikës Kosovës. Ushtarët, kur ma shumë ushtri nuk e kanë shu se viteve të fundit, merreni me